Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala jep një porosi dhe na tërhek vërejtjen gjithë neve nga tej theksimi I egos ton, I unit ton, I vetes son. Andaj ai thoshte kujdes nga fjala, nga shpreha unë, kam, e imja është. Tha sepse këto fjalë me to u sprovua Iblisi, e Faraoni, e Karuni. Tre personazhe të shembujve më të këqij në historinë e njerëzimit. Edhe andaj njeriu I mençur ndalet edhe reflekton, edhe mundohet që të mos u përngjan këtyre personazheve në asgjë që kishin ata dhe që ngelen të gjallë në histori si shembuj të këqij për këtë njerëzimin. Allah I madhreshëm kur flet për Iblisin dhe urdhën që I dha atij dhe refuzimin që I bëri Iblisi urdhit Zotit Dhul Xhelal, tregoi se arsyeja e këtij refuzimit ishte kjo fjali: Qale ana khairun min. Pra unë, këta I theksimi I vetes atij, jam më I mirë se ai, se Ademi alayhis salam. Andaj si ka mundësi unë që jam më I mirë, ti përkulem atij që nuk është I mirë sa unë. Te theksimi I vetes. Sprov që shumë njerëz e kemi, unë, edhe mendojmë se nëse na nuk kemi nuk bëhen shumë gjona. E Faraoni tha, li e mulku Misra, tha unë e posedoj krejt Egjiptin. E imi është Egjipti, e imi është krejt ajo që përmban në Egjipt në atë kohë. Që njerëzit mendojnë se si kanë pasuri e pushtet, gjë është e tyre dhe ata mund me bëjë çka duan ata. Po kjo s'është e vërtetë, se ky faraon vdiq I përmbytur në fund të detit, I nënçmuar I përbuzën. Dhe personazhi I tretë është Karuni, do thotë I cili kishte pasuri shumë të madhe dhe thojke, pretendojke se këtë atë pasuri ka fitu me dijen e tij innama utituhu ala ilmin indi, këtë e kanë fitu me diturin teme, maftësitë e mia. Iblisi është shembull I njeriu të ditur egoist vetjak. Faraoni është shembull I një pushtetari egoist vetjak. E Karuni është shembull I një biznesmeni pasaniku egoist vetjak. Mos u bën asnjëri prej tyre.